Unë dalë në det, kupton, ose unë dalë diku tjetër, se është një lloj programi që e lidhin direkt me TikTokun. Tani, kur I bërën pyetjen kësaj, a je Valeria, njerëzit pak më përpara e nxorrën si video, shikoni sytë e Valerias. Në sytë e Valerias dukej personi që në moment kur I ka thënë, a je ti Valeria, ka pas pistoletën e drejtuar, ka qenë duke u bërë xhirimi I filmit, a kupton? Xhirimi I filmit, sepse si ka mundsi ti shikosh një njeri me armë në dorë dhe të pyesi a je Valeria dhe ti mos kesh asnjë lloj frike, asnjë lloj emocioni, pastaj kur I tha ky personi a je Valeria, kjo ul direkt te kompjuteri dhe lëvizi diçka, e kupton, te telefoni, aty mund të jetë bërë ajo montazha tjetër dhe direkt u rikthy 10 herë. Dhe kur ka bërë atë tjetrën, sepse veshja ka qenë e veshur e përgatitur për montazh, e kupton? Dhe kur kjo lujti diçka te telefoni, atëherë doli direkt e vramë, direkt doli po s'ka qenë uli zërin, oti, si e uli zërin. Tani, të bëhet gjitha ajo goditje, mos dëgjohet asnjë ulërim. Qoftë edhe sikur unë ta kem bërë për shembull atë shoqjet e veta ta kem bërë po si e bllokoj mikrofonin? Pastaj po pistoletat pse u dëgju? Nuk është vrarë, oti, nuk është vrarë, në 100% nuk është vrarë, s'ka shans. Nuk ka shans. Krejt thonë ajo është gjallë. Exhuman a Valeria Márquez.